Urgjente. Rregullat humbasin sot. 5 shenja gjejnë fatin e papritur në 14 tetor. Vepro para orës 16:00. Kjo është një thirrje urgjente. Ju keni vetëm disa orë kohë. 5 shenja po marrin një fat të papritur të hretër madh pikërisht sot, më 14 tetor. Nëse nuk veproni para orës 16:00, ju do ta humbisni këtë shans për gjithmonë. Rregullat u thyen dhe universi po jep. Zbuloni menjëherë, a jeni ju në listë dhe cili është vendimi i shpejt që ju duhet të merrni tani. Luani. Fati juaj i papritur sot vjen në formën e një njohjeje të rëndësishme shoqërore ose një dhurate publike. Ju do të bekoheni me një mundësi të papritur që lidhet me tregimin e talenteve tuaja. Veprimi para 16:00, ju duhet të përgjigjeni menjëherë një emaili apo një thirrje që mund t'ju duket e parëndësishme. Kjo mund të jetë një ftesë për të marrë pjesë në një event, ku do të takoni dikë që ndryshon fatin tuaj financiar. Mos u mendoni 2 herë, mos u friksoni nga ekspozimi. Përdoreni këtë fat për të marrë një rrezik të vogël, por të llogaritur. Mos i tregoni askujt për këtë shans, para se ta shfrytëzoni atë. Kujdes nga xhelozia e miqve. Britsjapi. Fati juaj i papritur sot vjen nga rregullimi i një dokumenti apo marrëdhënie të vjetër profesionale. Ju mund të merrni një kthim parash që keni menduar se keni humbur, ose një pagë të prapambetur. Veprimi para 16:00, ju duhet të kontaktoni menjëherë një institucion, bank, zyrë, punëdhënës për të kërkuar një shpjegim mbi një faturë ose pagesë të paqartë. Mos e shtyni këtë telefonat. Fati juaj fshihet në detajet e vogla burokratike. Kjo mund t'ju sigurojë një shumë të madhe parash që ju nevojitet urgjentisht për një plan afatgjallë. Mos lejoni që puna e tepërt t'ju bëjë të injoroni këtë shans. Akrepi. Fati juaj i papritur vjen nga intuita dhe një burim i fsheh fitimi, borxhe, trashëgimi ose investime sekrete. Ju do të ndjeni një shtysë të fortë për të kontrolluar një investim apo një llogari që e keni harruar. Veprimi para 16:00, ju duhet të kontrolloni një vend të fshehtë, në shtëpi, në një dosje të vjetër ose një llogari online që nuk e përdorni shpesh. Aty do të gjeni një provë, një çelës ose një kod që ju hap dyert e fatit financiar. Ky fat do të jetë i mjaftueshëm për t'ju dhënë një fuqi të re. Kujdes me ndarjen e këtij sekreti me partnerin, duhet të jeni të kujdesshëm. Shigjetari. Fati juaj i papritur vjen nga një udhëtim i shkurtër, një lidhje me një person të huaj ose një fushë e re studimi. Shansi juaj është i lidhur me zgjerimin e horizontit tuaj. Veprimi para 16:00, duhet të prenotoni menjëherë një udhëtim të shpejtë, të blini një kurs online ose të kontaktoni një person që jeton jashtë shtetit. Kjo do të zhbllokojë një mundësi profesionale që vjen nga jashtë. Mos e lini veten të kufizuar nga rrethanat aktuale. Fati i madh ju pret nëse guxoni të kaloni një kufi. Përdoreni këtë fat për të fituar një liri më të madhe. Peshqit. Fati juaj i papritur vjen nga shpërblimi i një vepre të mirë, karma, ose një ëndër që ju tregon rrugën. Ju do të ndjeni një shtysë të fortë për të vizituar një vend të qetë apo një person që ka nevojë për ndihmë. Veprimi para 16:00, duhet të ndihmoni një person në nevojë ose të ndiqni intuitën tuaj në lidhje me një vendndodhje. Aty do të gjeni një shpërblim të papritur. Ky fat vjen si rezultat i pastërtisë së zemrës suaj. Mos e harroni, nëse veproni me mirësi, universi ju shpërblen me financa. Kujdes me njerëzit që kërkojnë t'ju shfrytëzojnë. E dëgjuat paralajmërimin. Keni vetëm disa orë kohë. Rregullat humbasin të hre, fati po jep. Nëse nuk veproni me shpejtësi para orës 16:00, ky shans i rrallë do t'ju kalojë. Mos bini prej dyshimit, veproni tani dhe kapni fatin e papritur të 14 tetorit. Çfarë do të bëni tani? Lini një koment më poshtë dhe tregoni si do të veproni. Shpejtësia juaj është fati juaj. Shpërndajeni këtë paralajmërim. Ju lutemi, ndajeni këtë video me çdo person që ka nevojë urgjente për fat sot.
Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë mundësi fati.